Beslidhja ka nisur lëvizjet në merkaton e janarit me 2 afrime të rëndësishme, duke treguar qartë ambicjet për pjesën e mbetur të sezonit. Afrimi i parë është Gjulio Mehmeti, mesfushor me eksperiencë në futbollin shqiptar dhe atë kosovar. Mehmeti ka qenë më parë pjesë e skuadrave si Erzeni, Kastrioti dhe Liria e Prizrenit, ndërsa vlerësohet për luftën në mesfush dhe ekuilibrin që jep lojës. Ai pritet të jetë një element i rëndësishëm në skemat e stafit teknik. Ndërkohë, Beslidhja ka përforcuar edhe repartin e portës me afrimin e Marko Mollës. Portieri shkodran vjen me një profil të konsoliduar pas eksperiencave në Itali dhe në Superligën shqiptare dhe shihet si zgjidhja e duhur për të blinduar portën. Drejtuesit e klubit kanë vendosur të investojnë fort në këtë repart, duke konsideruar vendimtar në objektivin për ngjitjen në kategorinë e parë. Me këto 2 lëvizje, Beslidhja konfirmon qartë synimet e saj, ndërsa priten edhe afrime të tjera në ditët në vijim.